Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja, ja 3 ushqimet që pastrojnë rrënjësisht mushkrit. Sugjerohet që një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e mushkrive është që ju të konsumoni ushqime me aftësi pastruese. Sigurisht që aktiviteti fizik, mos pirja duhani dhe shmangja e ndotjes janë gjithashtu mënyra të mira për të garantuar shëndetin e mushkrive. Ushqimet gjithashtu luajnë një rol tepër kryesor në mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhra, agrumet, frutat e pyllit dhe xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomandueshme për shëndetin e mushkrive. Në këtë video, ju do të mësoni për ushqimet më të mira të cilat pastrojnë tërësisht mushkrit tuaja. Fistikët. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkrive. Sipas informacioneve, fistikët ofrojnë me dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut dhe gjithashtu fistikët përmbajnë një lloj të veçantë të vitaminës C, e cila ofron një mbrojtje ndaj disa formave të sëmundjeve të mushkrive. Gjithashtu fistikët ndihmojnë edhe në uljen e nivelit të kolesterolit dhe gjithashtu ato të ngopin në lehtë dhe njëkohësisht pa kalori. Fistikët nga ana tjetër janë edhe përgjegjës për ruajtjen e peshës së mirë trupore. Speci djegës. Speci djegës është një erëz shumë e fuqishme dhe njëkohësisht mirëbërëse për shëndetin dhe organizmin. Ai ofron me dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës ndihmon gjithashtu edhe në shuarjen e kollës që irriton fytin në vazhdimsi. Ekspertët thonë se speci djegës parandalon problemet me të ftohurën dhe gjithashtu gripin. Kjo erëz shpërbën sekrecione dhe rekomandohet për gjithëkënd që vuan nga bronshiti apo edhe nga problemet me rrugët e frymëmarrjes. Ushqimet me omega 3. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkrive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Gjithashtu, sardelet, salmoni, farat dhe gjithashtu arrorët dhe vezët janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këto ushqime kanë gjithashtu aftësinë që të shmangin inflamacionin në organizëm dhe gjithashtu të përmirësojnë edhe shëndetin tuaj mendor. Mushkrit janë një prej organeve më të rëndësishme të cilat bien pre e kimikateve që shkaktojnë një sër sëmundjesh tepër të rrezikshme për organizmin. Një prej substancave më të dëmshme për mushkrit është nikotina, të cilën e marrim jo vetëm duhanpirësit e drejtpërdrejt, por edhe personat pranë tyre. Kjo substancë futet në gjak dhe zgjat nga 6 deri në 8 orë. Largimi i saj i plot nga trupi kërkon plot 2 deri në 3 ditë. Nikotina gjithashtu arrin që të shkaktojë edhe varësi, për ka disa ushqime të cilat ndihmojnë në pastrimin e organizmit dhe këtu ju do të gjeni pikërisht një listë të ushqimeve tepër të rëndësishme dhe të rekomanduara nga ekspertët për largimin e nikotinës nga sistemi. Konsumi i rregullt i tyre e pastron tërësisht organizmin nga nikotina. Lëngu i karrotës. Një cigare vetme e mbush trupin me nikotinë. Lëkura humbet shkëlqimin dhe gjallërinë. Lëngu i karrotës gjithashtu është shumë i mirë edhe për lëkurën dhe është një burim i pasur i vitaminave A, C, K dhe B. Ky lëng ushqen gjithashtu lëkurën dhe largon nikotinën. Lëngu i qitros. Në qoftë se ju pini 1 litër me lëng qitro në ditë, ju do të pastroni organizmin nga nikotina. Ky lëng gjithashtu përmirëson ritmin e veshkave në eliminimin e nikotinës nga trupi. Brokoli. Brokoli gjithashtu është një perime e pasur edhe me vitaminën C dhe B5
duhanpirja e tepërt ul nivelin e vitaminës C dhe konsumimi i brokolit gjithashtu i rrit këto nivele. Kjo vitamin nga ana tjetër arrin që të zbusë edhe nivelet e toksinave më shpejt se zakonisht, por ndihmon edhe në zbutjen e simptomave të cilat shfaqen kur ju doni që të hiqni dorë nga duhani. Xhenxhefili. Xhenxhefili ka shumë vlera të shëndetshme. Ai heq gjithashtu dëshirën për të pirë duhan dhe gjithashtu ndihmon në rënien e peshë dhe largon toksinat nga gjaku. Xhenxhefili është një nga më të mirët e nikotinës. Portokalli. Ky agrum është i pastër me vitaminë C, nivelet e së cilës bien ndjeshëm nga nikotina. Konsumimi i portokalleve çdo ditë ndihmon në ngritjen e niveleve të vitaminës C dhe njëkohësisht ndihmon edhe në largimin e stresit dhe të ankthit, të cilat në ditët e sotme janë bërë shumë të shpeshta përreth nesh. Gjithashtu, së bashku me këto ushqime, ju duhet që të pini shumë ujë, të hidratoheni dhe gjithashtu uji është një nga mënyrat më të thjeshta për të larguar nikotinën. Përpiquni të mbroni trupin tuaj dhe të ushqeheni ashtu siç duhet. Ekspertët kanë zbuluar një recetë shumë interesante dhe efektive, sepse të gjithë ata të cilët pinë duhan apo thithin ajër të ndotur kanë mushkrim me kapacitet të reduktuar dhe në gjendje shumë të dobët. Sidoqoftë, kjo zgjidhje e cila po qarkullon në rrjetet sociale e përshkruar nga doktorë të ndryshëm, është një zgjidhje e cila mundet që të lehtësoj problemin e kollës tuaj dhe gjithashtu të pastroj mushkëritë e mbytura. Duhanpirësit dhe jo duhanpirësit duhet që ta pinë këtë pjesë specifike për të eliminuar toksinat të cilat gjenden të grumbulluara brenda mushkërive tuaja dhe njëkohësisht të bëjnë të mundur lirimin e rrugëve të frymëmarrjes për të marrë frymë sa më lirshëm dhe pikërisht ashtu siç duhet. Gjithashtu, kjo recetë është unike dhe ringjall sistemin e frymëmarrjes dhe nga ana tjetër, sipas ekspertëve, ajo rihap bronket tuaja. Përbërësit e nevojshëm që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 2 lugë pluhur shafrani indis, 1 rrënjë xhenxhefil me madhësi mesatare, 400 gram qep dhe gjithashtu 400 gram mjalt dhe njëkohësisht 1 litër ujë i filtruar. Në vend të mjaltit ju mund të përdorni dhe 400 gram sheqer sipas dëshirës tuaj. Procedura. E vetmja gjë që ju duhet të bëni është që të karamelizoni sheqerin, pastaj shtoni ujin dhe lëreni të tretë dhe të vlojë. Në qoftë se ju përdorni mjalt, atëherë do ta vendosni në fund. Ndërkohë, qëroni dhe coptoni qepën në të katërtat. Gjithashtu qëroni xhenxhefilin dhe priteni imët. Shtoni të dy përbërësit në ujin e vluar. Pas 5 minutash kur uji të vlojë mirë, shtoni shafranin e indis. Ulni në nxehtësim pak dhe lëreni lëngun të avullojë në gjysmë. Pasi lëngu të përgjysmohet rreth gjysmë litri, hiqeni tiganin dhe lëreni të ftohet pak. Pastaj kullojeni dhe shtoni mjaltin. Përzieni derisa të tretet. Ruani lëngun në një shishe qelqe ose çdo kavanoz dhe ruhet në frigorifer. Çdo ditë një filxhan të kafes në mëngjes me stomakun bosh dhe 2 orë pas ushqimit në mbrëmje është rekomandimi i përdorimit të kësaj recete, e cila do të bëjë të mundur lirimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe pastrimin e mushkërive. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku, para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!